na lutet të mos ja publikojmë emrin. Është rreth të 40-ave. Jeton në një fshat në veri të vendit. Koordinatat e sakta e kemi të pamundur t'ua japim, pasi familjarët janë të terrorizuar për jetën e tyre. Prej 3 vjetësh është larguar nga shtëpia dhe jeton në arrati së bashku me gruan dhe vajzën. Ai nuk ka bërë asgjë, por i vëllai ka vrarë dikën në Itali 10 vite më parë. Drejtësia ka vepruar. I vëllai është kapur në Itali dhe vuan dënimin me 20 vite burg. Familja i kemi çuar ples. Plaku im, baba imi ka çuar ples familjes dhe familja nuk ka pranuar që të pajtohemi edhe ka thënë që të rrini të gojuar. Jeta ime është shumë e vështirë, sikur e shihni vetëm, do të them një gjë, nuk ka gjë më të shtrenjtë si liria, ti je i lirë ose ti je i gojuar. Kjo është gjëja më e shtrenjtë që ekziston në botë. Para 10 vjetësh ka qenë jeta shumë më mirë, se ke qenë shumë i lirë, tani nuk di çfarë të them, jeta është shumë e vështirë, për mua nuk ekziston kanuni, unë si kam bërë kërkujt, asnjë si kam bërë kërkujt, prandaj pra ai që ka shkruajt, nuk di për çfarë arsye të ka shkruajt, për mua nuk jam dakord me kanunin. Edhe kanuni për shembull është përpara kanë pa fal, për shembull kur s'ke korr, kur s'ke mjedh, ka qenë fal gjaku, sepse ti je njeri i vdekur kur s'korr, kur s'mjedh, kur nuk punon, kur je i gojuar, ti je absolutisht i vdekur. Nuk mund të jetosh pa hangër, pa pi, pa dal, nuk mund të jetosh. Ktu është më mirë të jesh në burg se sa të jesh në ta kushtet që kam unë. Nëse mua do të më jepet mundësia, do të largohem në qef me familjen time, që vajza ime ose gruaja ime ose unë të rritem të jetoj normalisht, nuk dua kushe, nuk dua thjesht të jemi lirë, thjesht të dalë i lirë.